E pata një shishe të Venës, edhe ja nisi tregimin tha, kjo shishe e Venës është tregimi i Kosovës. Me njëherë ambasadori Rusisë reagoje, qoj dorën, tha, me njëherë tha largoje këtë shishe të Venës prej tavolinës shajt të Këshillit Sigurimit. E kom lexu, tha, rregullat. Në rregulla kërkon së përmendet Vena as shishet. Prandaj shishe e me tha rrenë këtu. Këtu një mirënjohje prej Vatrës, Vatrën e kom shumë për zemër. Më kanë dhënë një mirënjohje kur e kom kry mandatin për punën të cilën e kom bërë gjatë kohës kur isha ambasadore dhe përfaqësoja Kosovën në New York. Në ndërruar, nëse me bëni një krahasim për shkak që keni qenë shumë afër zhvillimeve. Ndalu që aty të ajo Vena, se edhe një mbrapa, edhe një këtu, që aty të që kjo Vena. Kjo është një prej ngjarjeve tepër të rëndësishme, të cilën dëshiroj ta ceki. Është ambasadori DPR i Japonisë, Yoshifumi Okamura, dhe para çdo raportimit në Këshill Sigurimit, unë shkojsha dhe i takojsha ambasadort, ju tregojsha për të arriturat e Kosovës, kërkojsha që të flasin mirë për Kosovën, dhe Yoshifumin e ftova për drek në një restoran italian, restoran shqiptar, se shumica e restoraneve italiane dhe steakhouse-ave në New York janë në fakt restoranet në pronësi të shqiptarve. Edhe aty i tregova që jo Kosova, jo karate, jo mjedrat e Kosovës, Vena. Domethënë tentojsha mi tregu sa ma tepër tregime pozitive për Kosovën që t'jenë pjesë e diskutimit të tyre në Këshill Sigurimit. Edhe e pata një shishe të Venës. Ja dhash qatë shishe. Po qatë shumë i kish pas bo për shtypje, sa në Këshill Sigurimit ndodhë diçka që kur nuk ka ndodhë. Ky Yoshifumi e nisi diskutimin komplet ndryshe. Kjo është në andor 2016, ku Japonia ka qenë antare jo permanente e Këshillit të Sigurimit, edhe ja nisi tregimin, tha, 99-ën, tha, pas luftës kom qenë në Kosovë. Kom qenë në Rauvec. Edhe tha, në Rauvec ka qenë tokë e djegne. Si krejt mas luftës. Aty e takova, tha, një person, i cili më tha, po i sheh çto toka. Tha, këto toka janë tokat e familjes time, gjyshe, bab gjyshe, stërgjysh. Çdo herë kemi prodhu ven. Edhe unë kom e prodhu ven. E ky i kish thonë, unë këtu nuk po shoh neshta, unë këtu po shoh tokë djegne. Edhe ai ma ktheu. Tha, po na jemi vend i lirë. Edhe na do të vazhdoj punën. Edhe une do të mbjelli përsëri edhe do të kem. Edhe atëherë e nxjerr shishën, që ja kom dhonë une, edhe nis me lexu. Cabernet Sauvignon, Rahovec-Valley. Thot, kjo shishe e Venës është tregimi i Kosovës. Kosova nuk është më vend i djegun. Kosova është vend i njerëzve që punojnë edhe jetojnë pi punës tyre. Edhe është koha që mos diskutohet për Kosovën Këshill Sigurimit si një vend i krizës, po të rinë në afër nesh të ulen edhe ta japin kontributin. Ajo ke diçka që s'ka ndodhur kur. Pra jo vetëm në shenjë respekti ja keni dhuruar shishe të verës po ku e disha unë çka ka me ndodhur. Me njëherë ambasadori Rusisë reagoje, qoj dorën, tha, me njëherë tha largoje këtë shishe të Venës prej tavolinës shajt të Këshillit Sigurimit. Na u ngrim, çka u ka do me ndodhë. Po, Yoshifumi ke ftyrën si mermer, pas një ndjenjë. Tha, para se më ardhë këtu, e kom lexu, tha, rregullat. Në rregulla kërkon së përmendet Vena as shishet. Prandaj shishe e me tha rrenë këtu. Dhe gjithë takimit ka qëndru aty? Ka qëndru aty, edhe ajo ishte, o zot, në 75 vite sa kanë qenë, qatër të kombeve të bashkume, kjo nuk ka ndodhur asnjëherë. Edhe nuk mbet diplomat në fytyrë tokës që nuk e mur vesh këtë ngjarje. Ajo ishte reklama ma e forta për Kosovën. Bile në kohën kur u largu, i ka pasrujt këtë shishe, edhe na ka thirrë në farewell party, një 30 vet ishim,
na qitit ndo gota si Trakis, tha kjo është shishja, tha, e venës ma njoftur në botë. Mendoj që edhe kjo është një prej atyre highlights të kohës të punës time në New York,